Përshëndetje, mirë se keni ardhur në një tjetër video këtu në kanalin tim. U bë goxha kohë, në fakt me të drejtën që unë nuk kam filmuar, që nga vlogu I fundit nuk kam filmuar shumë. Edhe pse vlogun e fundit në fakt kisha kohë që I kisha mbaruar, por kam një problem, nuk aman neve nga që e mbushim telefonin plot me foto, me video, unë tani të zoj, nuk e di, çdo gjë që ajo bën, më duket sikur nuk do ta bëj më, edhe në fakt ashtu se është duke u rritur edhe çdo ditë bën gjëra të tjera dhe I filmoj, e kuptoni, mundohem që t'i kap. Edhe është mbushur telefoni full, sepse videot që bëhen këtu duhet kalojnë në telefon që unë t'i postoj, t'i editojnë për në YouTube, edhe kam pas dhe këtë problemin edhe nuk kam pas fare dëshirë pastaj për të filmuar se isha e mërzitur, por I kam hedhur në kartë memorie veç, e kam rregulluar disi të themi, edhe pse tani në TikTok kam marrë me një bashkëpunim, një kështu USB më duket është ajo flash, nuk e di, diçka e tillë, me 128 giga, edhe do ta shkarkoj komplet telefonin që të marri frymi shkreti nga fotot e videot. Edhe nuk kam filmuar. E kështu njerëz. Sot vendosa të filmoj, fakt duhet harrova të kisha filmuar që mëngjes, sepse ose më saktë që dje, kur I bëra gati, I kam dërguar sot prindërve në Francë dy kutija. I kam futur gjërat që I kam marrë për ata, bashkëpunimet që kam marrë. I futa robe më shumë, sepse roba më shumë, se gjërat e tjera për shembull kam frikë t'ua dërgoj sepse mund të thyhen. Në fakt, neve do ikim andej në Francë, por e kemi lënë që të ikim mbasi të kthehemi me kismet Zotit nga Shqipëria, nga pushimet nga Shqipëria, do ikim në Francë edhe ca ditë në Francë. Edhe unë, nga që këto janë rroba vere, edhe se si më vinte, doja që mami t'i vishte në fakt, se edhe ajo kishte qef, edhe prandaj ja dërgova më shumë, thash hajt për dërgoj, vetëm rroba prandaj, edhe nuk e di edhe ata mund të lëvizin, nuk e di, nëse mami është mirë, se ju kam treguar pak a shumë që nuk e kam fort mirë mami, nëse ajo është mirë, do ikin në Shqipëri edhe t'i veshja andej, e kuptoni, ka qef t'i veshja andej. Edhe I dërgova sot mëngjes, kam bërë 2 herë rrugë pasi nuk I mbaja dot, nuk isha ku t'i mbaja, isha me karrocën, I kam çuar 2 herë me DHL-n I çova. Edhe nuk e di pse kjo DHL-ja, por me sa pyeta qatin, kur dërgon 2 pako, ndoshta varet nga destinacioni, tha qati, sepse u pagova njësoj për të dyja, edhe pse nuk peshonin njësoj, ndoshta tha qati varet nga destinacioni, varet për shembull kaq deri kaq që kanë kilogramin me aq, nejse. Nuk po I hy këtyre, por më bëri përshtypje edhe hajt thash, nuk është se E pyetova ata atje edhe I tha që kaq bën, tha okay, thash unë për t'i çuj kisha. Edhe pastaj te rruga e dytë ktheva pak edhe nga Aldi, mora 1-2 gjëra që më mungonin. Edhe tani e kam dhoj në gjumë sepse është çuqë në orën 6 e ka zoj gjithmonë, edhe po mbaronte për gjumë ajo. E vura në gjumë shpejt, tani duhet sistemoj pak këtu, të fus këto që kam bler. Na falni për pamjen këtej mbrapa se gjithmonë e shikoni me letra, me qese, por kështu e ka puna online o njerëz. Nuk e keni iden se sa kartona kam hedhur, nuk e keni iden. E kam mbush komplet atë jashtë, vetëm unë me kartona. Se edhe këto të kartonave në shumë rradh vini I derdhin, I shkarkojnë. Jo qese, nejse. Qa të bësh? Puna online I ka këto, mos qahemi sepse jemi mirë. Shqyre I kemi. Edhe në market goca kam marrë patate, qep, 1 qumësht, 2 ton peshku, 1 kos grek, kam marrë 3 nga këto me vezë, I mora si këto këtë radhë. Ishin me oferta edhe nuk është se s'ka donin afër, kështu që prandaj I mora. Tash pse jo? Lule shtrydhe për Zojën, që u bë atje në market ajo, Zoj vetë mos t'i shikoj këto lule shtrydhet ose buk ose në gjë që ta marrim në dorë, do të hajme se s'ben. I bleva një nga ajo, janë ca buk 3 këndore, e dini ju që jetoni këtu me gjalp,
E hengri gjysmën e asaj, pastaj sa pa lule shtrydhe, don të lule shtrydhe. U bë këtej gjithë lule shtrydhe. Edhe, dale se këto janë për ne. Mora një miell të bardhë dhe shalqi, mora si ky këtë radhë, nuk e mora si ai i ziu fare, sepse kam vënë në re që këto 2 herët e fundit që kam marrë nga ai i ziu goca, që ju nuk e di ju kam treguar apo jo, janë ata shalqin që janë si të zinj, të errët shumë, jeshil shumë, janë shumë të mirë, por nuk e di pse këto 2 herët e fundit, ndoshta sepse janë pjekur shumë të duke ndetur, sikur te pjesa poshtë e korës ose edhe anash bëhen kështu si shumë qullta, ndoshta e kanë kaluar të pjekjen edhe kuptoni? Edhe nuk mora më si ai, mora si ky është portugez, nuk e di si do jetë, por e di që këta do kenë fara, ose do i kenë ata të zezat e vogla. Nejse, uro që t'jetë i shishëm një herë edhe prandaj. Tani, kam marrë goca miell sepse më ka ardhur kjo këtu, nuk e di sa duket aty në fakt, shikojni, më ka ardhur kjo makineria me bashkëpunim që bën bukë, është këto që bën bukë. Ja, kjo e zë brumin vet, çdo gjë i bën vet, e pjek vet edhe e ke gati. Dje e përdora për herë të parë, mezi e kisha pritur, dje e përdora për herë të parë me thënë drejtën, nuk e filmova, ja ta kisha filmuar edhe këtë, por herën tjetër kur ta bëj se tani e di pak a shumë më mirë, se gjithmonë më mirë. Ndoshta akoma nuk e di tamam, se herët e para janë një çik kështu, sa t'ja marrësh dorën, por nuk do li e keqe buka, me thënë drejtën. Nuk e di, por gabova diku edhe këtu te procesi i këtyre, sepse këto lloj bukë kështu po tregonte edhe çati, pjesën lart për shembull nuk është se e skuqin tamam, nuk e bëjnë tamam ngjyrën atë të kuqe, rri se nga që nxehtësia është e fokusuar poshtë, brenda, domethënë anash që të piqet buka brenda, e kuptoni? Por unë do ta vendos tek opsioni i tretë që është për bukë, domethënë që të marrin ngjyrë më shumë edhe ndoshta i jep edhe ngjyrë më shumë pjesës sipër. Se për të pjekur u poq buka, domethënë goxha mirë edhe më pëlqeu, e shishme. Unë në fakt e bëra edhe me miell të zi, po nuk do li aq i zi, ishte ndoshta kështu, jo shumë i zi ai, i hodha edhe fara. Edhe më pëlqeu shija, për herën tjetër, uroj që mos harroj, do të bëjmë bashkë. Sot nuk besoj se do bëj bukë, pasi sot tani për drek do gatuaj, do bëj pak pilaf, edhe Iliri do t'i bëj ca plenca për darkë, edhe ai hapa bukë. Ne nuk është se konsumojmë shumë bukën, por unë një herë fare, dje provova hëngra pak, pasi doja që ta provoja, domethënë se si e ka bërë, edhe më super pëlqeu. Jemi kënaqur me zonjë, kemi ngrënë bukë me gjalp. Edhe më pëlqen goca, është shumë e mirë. Nëse gjeni një të tillë merreni, se për zotin mua më pëlqen. Unë nuk di të bëj bukë, sinqerisht, ndoshta është turp, por unë nuk di të bëj bukë. Nuk kam zënë, okay, nuk ka ndonjë gjë, sa unë brumin e zë për bërbyrekun, po për bukë mendova, nga që dëgjova një zhurmë makine, mendova mos është ndonjë porosi se pres porosi të tjera. Gjithsesi, po thoja që unë nuk di të zë bukë, nuk di të bëj bukë. S'kam bërë ndonjëherë me thënë drejtën, sepse ashtu ka qenë, nuk e di, nuk kam bërë ndonjëherë bukë, nejse. Edhe, meqense është kjo makineria që i bën të gjithë, thash pse jo, se ne nuk e konsumojmë shumë bukën. Unë fare njëherë, unë shumë rrallë, shumë rrallë, ndërsa Iliri ha ndonjëherë, për shembull, normalisht kur mund të haj një herë në ditë kur bëj gjellë, kur gatuaj gjellë, por që jo. Edhe mendova, thash më mirë e marr vetë në shtëpi, bëj aq sa bëj, sepse edhe kur e blen në markete, ndonjëherë për shembull, do ngeli aty, sidomos tani në verë prishet, hidhet buka kot, të thoni ju merrni panine, edhe paninet do forcohen, e do ndodhi diçka që ose do hidhet, e kuptoni, edhe pse? Më mirë gatuaj vetë, se sa të shkoj atje. Edhe kështu e gatuaj unë. Ja, kjo nusja, unë thjesht do t'ja hedh ato gjërat edhe do ta gatuaj nusja. Edhe kështu goca, kam marrë, di kam harruar, kam shumë rroba të shenjit që kam marrë, por nuk i kam treguar, nuk kam bërë video, sepse i kam sistemoj, i kam la dhe i kam sistemoj, i kam fut valixhe që mendoj për shembull t'i marr në pushime, edhe do t'ja tregoj kur ta rregulloj tamam valixhe për pushime, edhe do t'ju them që janë të shenjit. Nuk është se do t'i marr gjitha rrobat, se më kanë dërguar deri tani 5 bashkëpunime, imagjinoni, edhe
janë shumë, nuk do t'i marrë gjitha, se e di që nuk do t'i vesh gjitha, e di, edhe ai sa do marrë, asnjëherë nuk vishën aq rroba sa merren, domethënë nuk e di. Prap, duke e ditur këtë gjë, prap marr, them jo, po se mos duhet, jo, po se mos duhet e kjo, edhe mbusha valizhen aty full. Edhe e dini ju që më ka çuditur Sheini, sinqerisht, jo se unë e kam bashkëpunim me ata, unë nuk e di, jam munduar vërtet që të marr ato veshjet që janë pambuk ose ashtu lino ose silk, por që më ka çuditur. Kjo ndoshta sepse në Shein goca, ju që porosisni ose ku e di ona, unë nuk kam porosit ndonjëherë, domethënë edhe unë kam marrë në Shein, po unë Shein kam marrë gjithmonë veshje për Zoin, jo kam tregu që ja veshja thjesht sa për mujorin ose në një gjë që ja vesh vetëm një herë, ja hidhja kaq. Por duhet futesh në për këto që janë ca si tip marka të themi, jo brende, marka, që janë aty edhe kanë vërtet veshje goxha të mira, me material super të mirë. Më kanë ardhur një set i bardh që ka një material është linoi apo kështu, o zot goca ka është super i mirë, sinqerisht. Ose një fustan i bardh, ai është pambuk më duket. Ishte 50 euro ai po ta merrje, ishte super material edhe ai. Po ne fokusohemi te ato gjëra që thosht unë për shembull, fokusohesha gjithmonë te këto, që bënin lirë edhe normalisht edhe materiali nuk do jetë ndonjë gjë kush e di. Gjen ndonjëherë dhe ato të lirat, po të shikosh materialet gjen të mira. Po kur fokusohesh te ato, ne thonim jo po s'bënin, normale. Gjithsesi. Kam folur 12 minuta me ju dhe sa kam hapur thjesht vlogu, nuk e di se si do shkoj ky vlogu, se nuk është se në vazhdim kemi ndonjë gjë interesante, sidomos sot është e shtu, nuk e di ju thash apo jo, edhe tani unë duhet të sistemoj këto, t'i fus brenda në frigorifer, për drek thash do bëj pak pilaf, do gatuaj pilaf, edhe pastaj do bëj punët, se e kam shtëpinë rromuj. Ndoshta i bëj punët me themel kur i thon se ç'a do bëj këto sot koha është e keqe njëherë, është kohë për shi, janë ulur temperaturat dhe mirë se plasën, edhe do e marr me qetësi, do shkund shtëpinë, e kam kështu në çdo fundjavë, domethënë nuk e di, sikur edhe pse ky këndi im në fakt është i vështirë për ta lëvizur, sepse nuk ndahet që të lëvizet. Ajo pjesë më mërzit se tjetë për mua, po t'ishte kështu çdo ditë fshija mbas divanit, por paktën një herë në javë ose maksimum një herë në 2 javë duhet lëvizur me se zben, nuk e le dot, edhe duhet ta lëviz sot, ta lëviz avash, t'i bëj punët me qetësi, me dashuri. Edhe kështu të shohim tani goca. Pikë së pari do bëj herë pilafin, se t'i bëj tjetë edhe për Zoin aty, kam edhe pak, kam bërë pak tasjebab quhet, po, tasjebab më duket, po ashtu. Kam bërë me mish, me qep lëng, domethënë, e kam bërë që dje po par dje, nëse frigorifer e kam aty, nuk është se është prishur, se është i mirë, po më vjen shumë keq ta hedh, sepse ka mish, edhe ka mish qingji i qingjit është i shtrenjtë. Kështu që do bëj pilafin, unë e bashkoj me atë dhe shkon, qa t'hash pastaj. Okej, koca, tani do sistemoj këto, duhet t'i vendosim në përvende. Vazhdojmë, i fusim këtë shelqin një herë aty brenda frigorifer që t'jetë qik i freskët. Hej, goca, përshëndetje, mirëmëngjesi nga dita tjetër këtu në kanalin tim. Okej, na falni për pamjen, por që të bëjmë? Unë tani, që thoni ju që s'tat asgjë, do bëj buk këtu, te kjo makineria që ju kam treguar goca, dhe mendova që ta bëj së bashku me ju. Shikojni, po e kam këtu. Në fakt, recetën, pa marrë tek çati, se herën e parë i kisha hedhur pak ujë, ju tregova, por këtë radhë do ta përdor kështu siç duhet. Atëherë, ky thot, duhet
700 gram për 700 gram bukë, sa aq do bëj, 430 ml ujë të vakët, 2 lugë gjelle vaj ulliri dhe 1 lugë çaj, 1 lugë e gjysmë çaj kripe dhe 2 lugë çaj sheqer. Dhe 2 lugë çaj maja e thatë. Tani, tu në fillim duhet të hedhim ujin, ujin, thot kjo duhet ujë i vakt. Do me thënë, 430 ml. Marrim ujë të vakt. 430 këta kam bezdion, se s'kam me qaj e mas. 430, hajtë se ja, mendoj se e gjeta. Do e marrë, duhet ujë vakët. Mendova se të kjo nuk ka problem pak nëse është ujë vakët apo jo. Por me qenë se qapi thot ashtu. Mendoj se këtu kam 430, jo që ka kalu që. Prit. Kam një kështu en, okej, 430, hedhim herë ujin, okej, vajin, 2 lugë gjelle vaj ulliri, marrim dhe vajin e ullirit, në cilin e kam këto, 2 lugë gjelle vaj ulliri, thot. Duhet ta bëj këta se do iki do rregulloj pak bëdrumin pastaj goca. 2 lugë gjelle. 1 2, okej. Edhe kjo u kry. Po tani, po e hedh fiks si thot ky. Kripën dhe sheqerin. Okej, prisnim. Do marrim një lugë çaj. Dale se ta gjej aty unë marrë këtu kështë. Se këto janë larë. Atëherë. Çaj krip. 1 e gjysmë nga kjo duhet krip. 1 e gjysmë. 1 e gjysmë. Dhe 2 në këto sheqer. Sheqer do më shumë. Okej, marrim edhe sheqerin. Pa hapur. 1 2 sheqer, pa tjetër. Tani do hedhim miellin. Të lej herë këto. Miellin tani. Duhet me peshu dhe miellin. Sa miell do të ky? 700. Unë bëra petulla në mëngjes goca, edhe prisni pak. Bëra petulla në mëngjes, edhe e mata me këtë, nuk e kam peshorën aty, nuk e di pse përtoj ta nxjerr. Hedhim miellin këtu, se miell pati dhe mëngjes kjo, kështu që nuk ndodh gjë. 700. Ups. Do të filloj të marr më shumë miell. Më shumë. Hajde. Do ta bëj pa fara se Iliri nuk e ka qef bukën me fara, me gjëra kështu. Tu kemi 600. Hedhim këta. Hedhim këta edhe 100.
Edhe do ta bëj pa fare. Mund bëj ndaj vogël ndonjëherë nëse më shkon mendje. Ja, edhe 100. Okej. Po kry edhe kjo. Tani na ka ngelur vetëm majaja për të hedhur. Po. 2 luk çaj. Duan 2 luk çaj maja, thot. Unë atë dje i hodha vetëm 1 luk çaj. Sot duan 2 luk. Dje, kur e gatova për dje s'me mentën. Një. Fiks pas ka pas kjo. 2. Okej. Ta vendos mirë këta kështu. Edhe nuk do ta hap me goca. Çështja është ku do ta vendos unë këtë. Po mendoj sepse këtu kam vënë edhe fasulet. Do heq këta. Do heq air fryerin. Heq air fryerin dhe të vendos këta ja. Okej, goca. E futa vendosa këtu të vendi air fryerit. Dje nuk e di pse kjo lëviste, ndoshta sepse e kisha këtu tek te soba sipër sobës, te pianori, edhe ndoshta sepse nga që është xham kjo dhe rrëshkiste. Sot e vendosa këtu. Tani, kjo thot, duhet ta vendos. Është programi i parë. Kolor. Do ta vendos treshin që të bëhet më e kuqe se ç'doli herën e parë, sepse herën e parë doli disi si e bardhë dhe kështu. Kaq. Tani do i bëjmë start. Hajde. Filloj. Do të tregoj dhe juve. Kështu duket nga sipër goca, se nuk më duket se nuk ju kam tregu. Është duke e bërë brumin. Avash e bën kjo. Goca, shikoni se qa bëhet tu te podrumi im. Kam një podrum të vogël këtu te shtëpia. Edhe jam duke i sistemuar sepse nuk di ku të shkelësh, ku të futesh me gjëra aty brenda. Merr edhe lërë këtu. Merr edhe fut këtu. Mos flas për podrumin poshtë, se si e kam. Jam duke i sistemu. Edhe shifeni. Tani këto që janë këtu, shikojeni, kjo është një podrum, kështu nuk është shumë i madh, por e fshiva, ma sa munda, se tani kështu është, nuk është se e mira është që ta rregulloj, ta sistemoj këta në fakt, ta lyej, të bëjmë në një gjë për momentin kështu. Këtu që janë të gjitha, te kjo qeska këtu që shikoni ju, të thesi më sakt, janë të gjitha ato lodrat e Zoit. I futa këtu. Këtu kam ata sterilizusin që se kam përdor asnjëherë, se di pse e bleva. Këtu ngella shtazan. Këto janë, shiko, që kam marrë në TikTok. Tani do sistemojmë këto. Shikoni këto. Këto janë të reja me etiketa, do t'i dërgojmë për Shqipëri. E që s'ka këto? Këto enët, disa do ja çoj mamit, disa do t'i hedh jashtë. Goca jam këtu, nuk e di nëse më shikoni, se kam kamerën pa kulët. Shikoni këto. Këto i kam futur këtu, ato i kam futur aty sepse do t'i sistemoj. Do fus lodrat e Zoit, ato që janë pak më të për mosh më të madhe, pak më tutje. Tale kamerën këtu, shpresoj që mos më bjerë, Okej, duke.
Po I fus njërë këtu, do futem aty si për unë, që ti sistemoj pasaj. Edhe këtu janë lodrat e Zojit. O, Zotë më qashtë. Kjo do të rinë këtu a. Këtu. Këto gjërat që na duhen do t'i laj këtu në fillim. Nuk e di a gjojmë aty. Kam vendosur që këtu do mbaj vetëm këto, që janë këto elektroshtëpiake, do më thënë gjëra fizike kështu, fizike janë gjitha këto, por që si elektroshtëpiake, ndërsa rroba lecka do t'i qoj të gjitha poshtë. Këtu asnjë gjë nuk do lë nga ato. Okej, këtu sistemuar, kam dhe një vaj ulliri këtu. Që duhet ta marrë. Këto zbesoj se përdoren me. Ose si dihet t'tive këtu sipër. Janë ato që vendosen kur shkon në piknik që është tron të bari. Këtu kam sa qese kështu që se dihet, se kartona, qes karton. Për ditindje mund të përdoren këto. Pse t'i hedh? Edhe ato I lëm aty se si dihet, nuk I dihet. Tani duhet marrë atë ta fus këtu. Do marrë këta që lanë tapete, që lanë divane, do ta fus këtu brenda. Qyqyr. Me kismet duhet që të dërgojmë në Shqipëri disa rrobe të tjera. Edhe nuk e di, shohim. Nuk e di fare ku do t'i fus po I nisa, se kam iden. Shik këtoja, s'kam që do t'i hedh aty poshtë, t'i marri, kush t'i marri. Kam si këto organizuset, kështu që majnë. Këto mas I jap në një mamit, në një nuk e di. Këta asnjëherë se kam përdorur që lanë soba e gjëra. Unë tani kam marrë një ilaç që është shumë I fortë për të larë sobat, e grillat e çake, nuk e dini se keni parë në TikTok, e shkrin edhe është super, s'ka nevojë fare për furçë. Kështu që këtë mundësi ta la aty jashtë ta marrin ndonjë edhe këtë. Do fus këtë këtu brenda që lanë tapeta. Do fus këtë. Do fus edhe tapetin, edhe pastaj kam edhe, shikoni, në këto që më make-upet, ku nuk kisha ataja bufena make-upeve, I marrë në për këto, do t'i nxjerr aty jashtë edhe këto t'i marrë në një. Kotë sa për I maj. Këtë tapetin do ta fus këtu, tash I larë, nuk po e përdor tani për momentin, sepse I ka marrë një tapet shumë të mirë për Zojin që los, do e fus këtu, edhe e përdor një voma
tjetër, kur tjetë më ftohtë. Kur tjetë më ftohtë të bëjë. Po fut këtu. Kështu goca. Tani, e di që të bëj? Këto që thash, do t'i nxjerr aty jashtë, do t'i la kështu si që janë fare, as nuk e luj fare. Po t'i heq në këto. T'i heq nga këto qesët, kështu do t'i vetë ke qeska. Si dihet nduhen të qesët. Nduhen në këto? Që nduhen në këto? Se di. Kjo edhe ndoshta, ta majhe. Se ma se edhe aty të banja. Po kjo është shumë në madhe. Kjo s'kam që du. Ta la aty jashtë. Ose po mendoj t'ja të bëj ndonjë kështu. Do ta mbaj edhe marr mendimin e Ilirit. Po mendoj të bëj ndonjë kështu si tip loje, ose gocat që do fitojnë t'ja dërgoj në njërë këtu në Gjermani mbase e do ndonjëherë. T'i lejnë këtu veç këto. Vetëm ato. Këto janë kështu. Këto janë organizuset për ushqime. Po janë plastike dhe këto. Nise, t'i la dhe njëherë këto këtu poshtë. T'i la këtu poshtë. Unë mbaj edhe qese, mbaj edhe si këto qeset kështu se kur shes në vinter që i paketoj. S'kam nuk e di, ndoshta marrë edhe të aksioni fare se aty kishte të aksioni. Nuk jam e sigur. Edhe kjo këtu ka qese. Do i jetë. Do t'i jetë. U ben shumë. Do t'i jetë. Okej. Ma u liru i qik vendi tani, maj. U liru i qik vendi. Të qëkuj të pëdrumi poshtë edhe atje është që të venduat në kokë. Këto dhe të nxjerrë jashtë, t'i marrin do një. Ta shkruaja të zërohet edhe i marrin direkte. I marrin direkt. As po i përdorja, as i gjëmaj pot. Të ta marrë se mësë më gjithë për të tunë në një. Të 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 më qa shesja. Shikësha më falni. Mu qa qeska goca. Muchacheska. Edhe duhet edhe një herë të sistemoj. Muchachesja. Këtu kam goca. I kam marrë mamit edhe kunatës nga këto që gërim perime. Sepse kunata ime ka restorant edhe i duhet. Ndërsa këtu i kam futur mamit disa detergjent që të përdori. Detergjent në ato që po përdojnë edhe për të larë banjon edhe për të larë sobën.
të kuzhina, do me thënë. Të këtë marin tjera. I ka marrë mamit një në kjo që bën kafe turke, është shumë e mirë. Këtu kam një kështu që i vendoset dyshekut sipër që të fleri mirë mos t'i dhambi kurrizi. Edhe këtu janë disa për banjo. Ligi se kam edhe një gjem duket. Këtu janë ato kokrizat që janë për aromë të mirë, është e madhe dhe thashtë që e madhe. Edhe kjo, edhe tani këto janë këtu. Tifus edhe një nga këto. Dhe fus këtu. Këtu janë ca roba. Sa janë të? 2, 3, 4, 5. Do të shofa janë kapakët e gjithë këtu apo jo? Një. Jena të në të reja, unë si kam përdorë në një. Të qoj mamit. Do i qoj të bëdrumi poshtë. Sepse kam edhe bëdrumin poshtë që duhet të shkoj ta sistemoj. Por besoj se këtu mbarova, duhet nxjerr këto jashtë tani. Shikoni bëdrumin goca se si është. Shikoni si është mbushur këtu. Është te mbushur. Shikoni. Këto kam qu në Shqipëri. Jam pra për të qu. O zot. Edhe këto. Janë... kam akoma robe për Shqipëri. Për t'i quar. Këtej. Nuk e di, gjërat e mamit janë këtu, të dy saset, të sistemojnë të fuzë këto tjerat. Okej, tani. Kjo është karrotë Zoit. Ta e lam këtu. Këtu ka pa. Roba e Zoit. Roba të Zoit. Ja, roba të Zoit. Nejse.
Edhe këto duhet me shiku në ditë. Ato që nuk i bëjnë me i kam këtu, madje po mendoj t'i hedh fare. Nuk është se kam shumë, nuk është se kam shumë, po nga që janë edhe me njolla, se disa edhe i kam çuar në Shqipëri. I kam dërguar të njerëzit e mi. Po kjo që ne këto kjo. Tani, këto e gjërat e mamit, këtu si që janë kështu do t'i le. Edhe këtu e gjërat e mamit, i fuse dhe s'ko. Që mos t'i bëhen me plura, dhe i fuse të brenda në fesë. Si t'ja bëj, apo t'i fusë kësho. Aj se po i heq në thesi, po i fusë kësho, se nuk du t'i bëhen me plura. Përndaj, edhe s'kam ku t'i fusë goca, mos thoni që jo po t'i futë thasë. Kjo është alternativa më e mirë, se ndryshe s'kam që të bëj. Gjitha gjëra, gjitha këto gjëra që ka këtu. Kështu ka që bodë, nuk më zërna kjo. Edhe këto janë këtu, se janë këto qeset këtu sipër dhe nuk bëhet gjë me plura. Ta mbyllim këta. Okej. Nuk e di që të bëj, duhet shkoj lartë tani. Të gjitha ato robat që kam për dërguar sërish, do t'i dërgoj. Po këtu dy kërficat po. Qëne? Që me të reja, t'i marrë se më duhen. Kur më dalin flokët që poshtë. Tani do i kisipër. O zot më pretë sërish punë. Dhe më thonin që në TikTok më thonin që nga i qonë gjitha të gjëra, do me thënë, ose disa thonin ti merë thjesht sa bërë reklam, edhe ti marrin, pa lidhje, do me thënë, nuk e di këta njerëz. Ata i sjellin edhe do i mashti, normale. Oj, kjo dera është që ke vështi për ta mbyllë. Kemi ardhur të dentistja shoqes time.